Nëse ne duam që gjërat t'i mbajmë mend, duhet gjërat t'i përsërisim shpesh. Nëse ne nuk i përsërisim, atëre do të jetë vështirë që t'i mbajmë mend, dhe nëse nuk i mbajmë mend, do jetë vështirë pastaj t'i implementojmë. Imagjinoni nëse çfarë kam të ndjekë neve do të mësojmë për t'ia treguar dikujt tjetër, për t'ia mësuar dikujt tjetër. Nëse nuk kemi ardhur me këtë mendje, nëse kemi ardhur me mendje thjesht për të shtuar njohurinë, pak vështirë është që të bëhet diferenca. Pak vështirë është që ti këtë njohuri ta bësh të vetën, këtë njohuri në një farë mënyrë të kesh një arsye ta mbash mend më tepër. Pra, ajo që është rëndësishme është që neve të shohim, çfarë kemi mësuar nga ato gjëra që kemi folur dje, çfarë mbaj mend. Pa çdo njeri mund të mbaj mend gjëra të ndryshme. Unë kam dëshirë që të çoj dorë dikush dhe ja çoj mikrofonin, nëse ka diçka që ka ngelur në mendje, sepse ajo që ati ka ngelur në mendje mundet që dikuj tjetër të ketë ngelur në mendje, ose mundet dikush nuk e ka dëgjuar. Nuk e ka dëgjuar, dhe në momentin që nuk e ka dëgjuar, është momenti më i mirë ta dëgjoj ta shkruaj. Kjo ka qenë shumë e rëndësishme. Dikush më thotë, shiko Vasil, unë kam mësuar për ndikimin, sepse neve jemi drejtuesit e biznesit, ne jemi sipërmarrës, por kemi marrë vendimin që neve ta drejtojmë biznesin në formën e liderit. Dhe kemi mësuar që nëse duam të jemi lider, duhet të dim të ndikojmë. Dhe ndikojmë nga se ndikojmë. Çfarë kemi bërë për tjerët? E dyta, kush është besimi? E treta, kush jemi ne? Identiteti jote. Tre gjëra kryesore. Ai mësova këto, e kam në mendjen time që shko. Unë nëse dua të ndikoj, duhet të bëj diçka për njerëzit. Ajo diçka mund të jetë një ndihmë, një këshill, një mënyrë se si ti je sjellur në një moment të vështirë që ai ka pasur nevojë. Okej? Diçka që ke bërë ti për familjen e ti. Këtë unë një dhurat, ligji i reciprocitetit, thoshte që bë diçka që të marrësh diçka. Ajo që ti bën, ajo është e jotja. Atëherë tre gjëra tham, por tham për besimin, janë dy gjëra shumë të rëndësishme që nuk do të harrojmë asnjëherë. Tham çdo person mund të jetë lider, por çdo person e ka në dorën e tij si mund të jetë lider, dhe për të qenë lider kërkohet që të ketë besim, që të besojë. Nëse njerëzit nuk të besojnë, nuk të ndjekin. Besimi nga dy faktorë. E para nga karakteri dhe dyta ekspertiza. Tjetër, çfarë kemi mësuar? Çfarë kemi mësuar? Si mund të bëjmë neve ekspert? Ne duhet të punojmë në mënyrë të vazhdueshme për atë që kemi zgjedhur dhe duhet që të mësojmë vazhdimisht. Duhet të trajnohemi vazhdimisht. Një lider i mirë, kush është lider i mirë? Lider i mirë është ai që mëson në mënyrë të vazhdueshme, implementon dhe treta dhe i përcjell. Tre gjëra, mos i harroni këto. Janë shumë të rëndësishme. Okej? Çfarë tham një lider i mirë? Lider i mirë është ai që ditë ndikoj pozitivisht ku? Tek ndjenjat, tek emocionet, tek mendimet, tek veprimet, tek rezultatet, në mënyrë pozitive tek njerëzit. Edhe në mënyrë të vazhdueshme. Pse në mënyrë të vazhdueshme? Kujtohet kemi thënë, kush është ajo gjë që duhet kemi parasysh nëse ne duhet të ndikojmë në jetën e njerëzve të tjerë? Ne njerëzit duhet na admirojnë për atë që jemi. Por që të jesh i admiruar në mënyrë të vazhdueshme, kemi thënë, jo ato që kemi bërë para 10 vjetëve apo 5 vjetëve, ato që ke bërë dje, por ato që bën sot. Atëherë njerëzit të admirojnë, dhe atëherë njerëzit të ndjekin. Atëherë kush është ai niveli që ne duhet të drejtojmë skuadrën tonë? Por kemi thënë, është shumë e rëndësishme energjia, por energjia pa sisteme është katastrofë. Është shumë e rëndësishme që janë besim, por besimi pa sisteme, pa procedurat të qarta, krijojnë probleme të mëdha. Çfarë kemi thënë? Është shumë e rëndësishme që ti themi njerëzve, shiko, e di si është puna, unë kam besim të këtyja, dhajtë të punojmë me tyja, por ky është mënyrë si ne punojmë, dhe këto janë rregulla, këto janë sisteme. Nëse dikush të thotë, shiko, mua s'më pëlqejnë sistemet që të më kontrollojnë, atëherë ai është i rrezikshëm, mos punoj me atë person. Sepse njerëzit të cilët janë të mirë, njerëzit të cilët janë punëtor, kanë nevojë për sisteme, se në sisteme nuk ka, në sisteme ka transparencë, çdo njeri i shikon. Punën tënde e shikon çdo person brenda në organizat, nuk i shikon vetëm drejtuesi jot. Okej, do më thotë dikush, o Vasili, si është puna? Unë i mbaj mend kur më duhen, kur të duhen nuk i mban mend. Sepse momenti që ty të duhen, je në momentin e stresit, je në momentin e presionit, në atë moment ti si mban mend. E ti kur i mban mend, nëse ajo është e jotja, nëse ajo del në mënyrë automatike, pa e kuptuar, ajo del edhe ti vepron. Dhe kryesore kush është? Neve të dim të veprojnë në moment që jemi në stres,
Ne të dimë fjalë të përdorim atë sistemin automatik kur jemi në stres. Ajo do bëj diferencën. Atëherë e kemi arritur ta çojmë veten tonë, ta mishtrojmë veten tonë në atë nivel për të bërë diferencën. Nëse jo, s'kemi bërë gjë. Kemi thjesht një njohuri, informacion. Njohurinë dhe informacionin futemi në ChatGPT, në internet, e marrim kur të duam. Puna është se nuk mund t'i thuash tjetër, e di si shpuna, me prit pak me fjalë këta të kthej një përgjigje. Çfarë përgjigje do shofsh në sy? Je gati apo si je gati? Po, shpejt. Po. Këto kam mësuar që nga njerë një ide e implementuar mirë e bën ndryshimin. Fantastike. Një tradukitje për atë që ndau. Mjafton një ide për të bërë ndryshimin, një ide të duhet, një gabim të evitosh. Tani ju jepet mundësia që të ktheni mbrapsh atë gabim që keni bërë para 5 vjetë, para 10 vjetë, para 1 viti. Rezultatet tua do ishin po apo jo? A kam mequr shumë në kurizin tim, në organizatën time. Unë, partnerët e mi, fjalë e stafi im. Përse? Sepse nuk e dinim. Okej? Perfekt. Tjetër, bravo. Shpejtësia me cilën lëviz lideri para, kjo më bëri shumë. Fantastike. E ke parasysh çfarë tha dje profesori? Në një moment caktuar e du të jetë para, por e kishte thënë më bukur herën e kaluar që kishim ftuar tek rrugat e suksesit, kishte thënë që ti si lider duhet të paraprish skuadrës tënde. Paraprish njerëzit e tu. Por kujdes. Mos e shumë shpejt para që njerëzit të mos shikojnë, edhe ti mos shikosh skuadrën. Sepse shkëputesh nga realiteti, edhe ai është dhe pastaj nuk din ku të shkojnë. Një gjë fundamentale që mësova nga ky trajnim ishte të kthejmë fokusin nga vetja, ndryshe ne nuk mund të jemi lider të mirë. Fantastike, ne nuk mund t'i kërkojmë dikujt që shikohet di se shpuna e kanë fajin ata. Kur fajin ata? 3 gishta janë tek tyja. Nëse ti do ndryshosh njerëz të tjerë, ndrysho veten tënde. Por ti ndryshon njerëz të tjerë me shembull personal. Ti s'ke nevojë të thuash bëje kështu. Ti je ai shembulli dhe me shembull tënd bën diferencën. Kaq, bukur është. Por ama si mund jesh shembull ti nëse nuk di, nëse ti nuk e ke përgatitur veten tënde, nëse nuk e rritur në atë nivel mjeshtërie që ti të sillesh me fjalë natyrshëm. Po. Shkemi, zimri. Faleminderit. Prej dje që kam ngel në mendje, është se vetë gjindesha me një farë dileme për me përgjigjet diçka në jetën time. Edhe dëgjova një fjali që tha, punon në një kompani të vogël nëse do ta përjetosh liderin. Edhe kjo ngeli me mua. Përveç kësaj, ishte edhe fjalia që arroganca është armiku më i madh i një lideri. Bravo. Egoja, arroganca është armiku më i madh i rritjes. Dhe miku më i mirë i dështimit. Mos e harroni këtë. Është armiku më i madh i arritjes edhe miku më i madh i dështimit. Egoja. Do të punosh në një skuadër të vogël, në një kompani të vogël. E di si është puna, nëse ti je një person i cili do të rritesh, sigurisht që do të kalosh të gjitha nivelet që të shkosh deri atje. Në një kompani të madhe ti nuk shkon direkt në një pozicion të lartë, vetëm nëse ke pasur një eksperiencë në të gjitha nivelet. Edhe në një kompani të vogël ti mund mësosh më tepër, po varet çfarë është ajo kompani, vetëm do kujdes, ha. Në jetë edhe në biznes 2 gjëra do kemi parasysh. Ne do të besojmë diçka por do të besojmë me diçka tjetër. Është mirë të punosh në një kompani të vogël, është mirë të punosh në një kompani të madhe. Është aftësia jote për ta kuptuar që ky paradoksi funksionon dhe ki kujdes në momentin që merr vendime. Ti mos e merr vetëm këto. Vetëm këto. Si vetëm shikoj fjalën më drejtë. Shikoj gjitha këto vështrime në fund fare merr vendimin e dur. Një nga gjërat më të rrezikshme që bëjmë ne si sipërmarrës është që ne të kemi të drejtë. Rëndësi ka të kemi të drejtë. Rëndësia ajo që kemi thënë ne është e drejtë, është e dhura. Jo, zotri. Ti do të bësh pyetje skuadrës tënde që të dish kush është e vërteta. Të dish të refuzosh mendimin tënd, mbase ti ke pasur gabim, sepse s'e ke parë nga një kënd vështrimteti që dikush tjetër e ke parë. Pra shumë e rëndësishme që neve të kujdesemi në vendimarrje. Po e sat, më fal. Ta trajtojmë familjen ngushtë dhe gjerë na kuptojnë. Ti the biznesi është luftë shumë e madhe dhe në tregjet që punojmë edhe në industrit që punojmë janë patë mëshirshme ato, sukur në boks, një nën kaute, merr edhe you're out. Edhe shumë mirë familja e ngushtë dhe gjerë të kuptojnë çfarë sfidash kem edhe kjo bëhet vetëm nëse i marrim familjen ngushtë dhe gjerë në momente të caktuara me jetu edhe të mijat e sakrificat dhe sukseses bashkë me neve. Faleminderit shumë. Bravo. Shumë faleminderit. Të jesh mjeshtër
kërkon që ti të fokusohesh në përmirësimin tënd, të vazhdueshëm, të qëndrueshëm dhe pa ndërprerje, gjithmonë në kërkim të një standard gjithmonë më të lartë. Foli personi i cili ka qenë kampion karate, që ka përfaqësuar Shqipërinë në kampionatin evropian. Familja është shumë e rëndësishme nëse doni të keni sukses në biznes. Po s'patët familjen support, është shumë e vështirë që ti të kesh ecurin e dur në jetën tënde dhe në biznesin tënd. Ti duhet të mendosh jo vetëm çfarë duhet të bësh për veten, por çfarë duhet të bësh edhe për familjen tënde, sepse ne dashurojmë kaq shumë me punën tonë, sikur është fëmia jon. Unë e di me fjalë me dimin e satit. Ndonjëherë ne harrojmë veten tonë, familjen, fëmijët, ne harrojmë fjalë prindërit, harrojmë mikët tanë. Atëherë, përshëndetje. Unë nuk kam asnjë biznes. Edhe kam kam dash me fol ditën e fundit, se thosha, ok, ti mbledhi gjitha ato informacione që unë i kam marrë, se jam që 10 vite në këtë rrugtim, fillim kam hyrë me zarë se kështu jeta më ka plu, e ka pas një arsye, kurse tani këto fytyt e fundit, 5 vite, si ja futa gjermanisht, kam mësu shumë kurse, shumë seminare, shumë gjëna. Vetëm e ditën e parë, dhe nuk po ta bëj qefin për një zot madh. Faleminderit nga ti, nga Ermali dhe nga profesori, kam shënu aq shumë. Fantastike, shumë faleminderit 100 herë. Faleminderit shumë, faleminderit. Po, Gerti. Atëherë. Mësime, da, jo komplimente thonë nesi. Mësimet, po duhet ndaj vetëm këtë në momentin që pyete një gjë, Një gjë vetëm. Ngec kështu. Ku të orientohem? Pastaj i kthej shënime që kem bajtë. Dhe sa e rëndësishme është me shënime. Dhe një thënie që më ngeli më tepër në mendje është kjo pjesa që biznesi është si një lojë shau, është një lojë inteligjente, duhet të jemi shumë të përgatitur 16 lëvizje para, sepse në fundit amatorin e ka paniku, ndërsa mjeshtri argëtohet me lojen. Dhe kjo është fantastike. Dhe neve në biznes, dhe një gjë tjetër, është që ne duhet kuptojmë rolin ton, kjo më ngeli në mendje, sepse ndonjëherë përpiqemi t'i bëjmë gjitha si përmarrësin, menaxherin dhe prodhuesin. Normalisht njëri i duhen dy të tjerët dhe këto role nuk zëvendësohen. Dorë do krite për Gerdin. Gerdi ka Business Magazine, dhe të falenderoj shumë që je pjesë e suportit të Ministro Biznes. Faleminderit shumë, faleminderit Gerdi. Tjetër, dikush i kishte mikrofonin? Po, këtu. Shpejt, shiko, ideja është që neve duhet të shikojmë disa gjëra të cilat na kanë prekur, disa gjëra të cilat do t'i mbajmë mend, do t'i harrojmë asnjëherë. Dhe i thash, në momentin që përsërisim, gjëja më e rëndësishme është se do të përsërisim dhe do t'i si të mbajmë mend më tepër. Po, më fal, shpejt. Një lider ndërton kulturën e kompanisë, pastaj rekruton gjithmonë menaxhmentin e linjës parë, i delegon punë gjithmonë te menaxhmenti i linjës parë dhe vetëm përgjegjësi që nuk e delegon është suksesi i kompanisë. Përgjegjësinë, sukses, rezultatin. Bravo, shumë. Do gjetje. Shumë mirë. A ka dikush tjetër që të na thotë diçka? Atëherë, diçka që më ngeli në mendje ishte që liderat duhet të pyesin pse, çfarë dhe ku. Sin duhet të gjejnë dikë tjetër, duhet ta bëjnë vetëm ekspertët. Bravo, shumë mirë. E vetmja gjë që do të plotësoja këtu është kjo këtu. Një drejtues i mirë do të thotë çfarë jam duke bërë dhe pse po e bëj. Sa më të më thatë pse, aq më forta do jenë në fjalë. Edhe sa më ndat jenë pse dhe arsyet, aq më lehtë mund të jenë si. Por ki kujdes. Nëse s'ke njohurinë e dur, nëse s'ke rjetëzimin e dur, nëse s'ke identitetin e dur, nuk të vjen ty ai një operator i mirë. Pavarësisht se mund t'i japësh lek, për një moment pastaj do rrigë ditën tjetër ai. Se duron dot më fjalë, nuk njerëzit po të shikosh për kush janë arsye pse rinë në biznes nuk janë thjesht për çështje lekësh. Burimi ka shumë rëndësi. Duhet bëjmë kujdes të mos jemi të varur vetëm tek një burim. Fantastike, do të kemi kujdes në biznes tonë, mos varremi vetëm nga një klient, të varremi nga një burim të ardhurash. Kemi kujdes të bëjmë diversifikim, të mos varresh nga një njerëz. Biznesi jot nëse varet nga njëri nuk ka vlerë. Nëse një kompani fiton 1 milion euro, që varet nga një person, dhe kompania tjetër që fiton 1 milion euro, që varet nga sistemet, kush blihet më kollaj me fjalë nga investitorët? Ajo që ka sisteme. Asnjëherë nuk do ta lësh biznesin të varet vetëm nga tyja, apo nga një person vetëm. Po moza. Shumë faleminderit edhe sinqerisht thuan se jo gjithçka mundesh me mbajt mend për një trajnimi, por nëse barem 10% mban mend është shumë e rëndësishme me marr me vete. Dhe një gjë që shumë bëri përshtypje kur folet për kulturën, për vizionin e Agnes.
të gjitha ne si kompani tjera mundemi këto me përqafu. Ju thatë se vizioni Agnes është diçka që jo t'jemi më të mdhenj, po më të mirë. t'jemi model. E kjo më jepi shumë përshtypje, po ashtu t'jemi një kompani që njerëzit kanë dëshirë me qenë pjesë e saj, të ndjenë krenar, edhe ku ka ma bukur se kur e ke një staf të cilët ndjenë krenar që janë pjesë e një kompanie, një shtëpie të madhe. Unë besoj që se cili prej neve kishim dashur me arrit që njerëzit të cilët na bashkohen me u ndi krenarë që janë pjesë të një vizioni, misioni, siç është edhe e juaja. Kështu që ju lumt. Faleminderit shumë. Faleminderit.